Kremlini po përdor një mënyrë të pazbuluar më parë për mbrojtjen e presidentit Vladimir Putin. Një ulëmtim i fundit tregon se publiku vazhdimisht është mashtruar në lidhje me vendodhjen e kreut të shtetit rus, i cili mësohet se përdor 3 zyra, pothuajse identike në pjesë të ndryshme të vendit. Sistema, njësia ulëmtuese ruse, ka identifikuar mospërputhje në pamjet filmike dhe në të dhënat e udhëtimeve, duke treguar se shumë takime që pretendoi se zhvilloheshin jashtë Moskës, në fakt ishin xhiruar në Sochi ose në Valdaj. Kështu për shembull, gjatë luftës në Ukrainë dhe shtimit të sulmeve me dron nga ana e Kievit ndaj shënjestrave brenda në Rusi, Putini ka shmangur zyrën e tij në Moskë dhe më së shumti ka preferuar strehimin në rezidencën e tij të izoluar në Valdaj. Radio Europa e Lirë kujton një video ku një mbishkrim në këndin e ekranit thot Novo Ogarjovo, rezidenca kryesore presidenciale në periferi të Moskës, dhe në video shfaqet Putini duke u drejtuar drejt derës së zyrës së tij dhe duke zgjatur dorën për ta hapur. Dhe aty qëndron e vërteta, pozicioni dorezës së derës dhe disa hollësi të tjera tregojnë se pamjet nuk janë filmuar as pak në Novo Ogarjovo. Në fakt ato ishin xhiruar më shumë se 1500 kilometra në jug, në një zyrë pothuajse identike në Bocharov Ruchey, një rezidencë shtetërore në Sochi, në brigjet e detit të Zi. Në shumicën e rasteve të dokumentuar nga sistema, takimet që supozoj se ndodhen në Novo Ogarjovo, në të vërtetë ishin xhiruar në Sochi ose në Valdaj. Ky hulumtim tregon një Kremlin shumë sekret, që ka mashtruar rregullisht publikun për vendodhjen e Putinit në vitet e fundit dhe ngrej gjithashtu dyshime mbi kohën e takimeve dhe bisedave të tij që qeveria ruse i bën publike.